Një histori shokuese duke së zbardhur nga gjykata e Korçës. Kesi Sahiplari është akuzuar për vrasjen e të dashurit të saj Antonio Karafili. Ngjarja e trisht ka ndodhur në Voskopoj 7 vite më parë. Asa kohë për shkak se Antonio Indjeru gjeti i varur me një çarçaf në një pemë në periferi të Voskopojës, rasti u hutua dhe u regjistrua si vetvrasje, por hetimet kanë vijuar dhe pas mbledhjeve të provave, doli rezultati që në fakt nuk ishte vetvrasje, por një vrasje. Antonio ishte viktimë dhe u vra nga Kesi dhe nga një person tjetër, Recep Vathi. Dyshohet se Kesi dhe Recepi kanë pasur një lidhje paralele dhe kanë mbytur me çarçaf të Ndjerin duke inskenuar kështu një vetvrasje. Kesi u largua për në Kanada ku krijoi dhe familje, ndërsa në vitin 2024 Recepi dha fund jetës duke u vetvrar. Prokuroria e Korçës ka nxjerrë dhe urdhrin e arrestit për Kesin, ndërsa gjykata caktoi masën e sigurisë arrest me burg në mungesë për akuzën e vrasjes me dashje në bashkëpunim. Më tej mund të dalë dhe një urdhër arresti për kërkim ndërkombëtar. Nëna e Kesit, Ana Sahiplari, hedh poshtë këto akuza duke thënë se gjithçka është e stisur. Do të gjente të dhëna biografike në çarçaf se ka qenë Kesi, ishte ajo që e gjeti bashkë me të ëmën se e ka prekur çarçafin. Nuk ishte arsye që Kesi ta bënte këtë gjë. Ka nisur një luftë me mullin të erës, ku çdo gjë shpife dhe besohet. Të bëhesh vrasës pa pasur asnjë provë. Kesi nuk ka asnjë lidhje. Ishim në Korçë, kur kishin një grindje, kishin shkuar në Voskopoj, ku ai nuk ishte dashur të zbriste e kishte lënë aty. Vetë ëma tha se e ngritën peshë, ngritën çarçafin, jo, nuk e gjetën në tokë. Pas një muaji gjysmë filluan dhe stisën këtë gjë, u shpreh ajo në një deklaratë për mediat.